Paralajmërimet e kryeministrit Isa Mustafa dhe ministrës për dialog Edita Tahiri se kufiri mes Kosovës dhe Serbisë do të bëhet në dialogun e Brukselit, një gjë e tillë po shihet e rrezikshme nga opozita dhe ekspert. Kjo për faktin se mund të ketë koncesione sikurse ka pasur edhe në marrëveshje tjera që janë nënshkruar deri më tani mes Kosovës dhe Serbisë në dialogun e Brukselit. Ministra për dialog Edita Tahiri në muajin shkurt kishte thënë se në fazën e fundit të dialogut do të jetë procesi i shënimit të kufirit mes Kosovës e Serbisë. Në fazën finale, temat janë njohja reciproke e pavarësisë mes dy shteteve, demarkacioni i kufirit mes dy shteteve. Të njëjtën gjë para pak jave e ka thënë edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, sipas tij ndër temat e fundit në dialog do të jetë edhe çështja e demarkacionit mes dy vendeve. Mirëpo kundër diskutimit për demarkacionin mes Kosovës e Serbisë në Bruksel janë partitë opozitare. Sipas shefit të grupit parlamentar të AAK-s Palekaj, në asnjë mënyrë nuk duhet që kufiri mes dy vendeve të përcaktohet në Bruksel, pasi serbët kërkojnë vijën elektorale, ka janë ata të kërkohet edhe vija kufitare. Nëse analizojmë gjitha marrëveshjet, asgjë nuk ka fituar Kosova dhe po ashtu në Bruksel çdo herë i hap diskutime që nuk shkojnë në favor të Kosovës, mirë po nuk i debaton temat si që janë pensionet, si që janë zhdukurit, si që janë njohja e Kosovës, si që janë njohja e 5 shtetet evropiane dhe kjo është tëra. Prandaj mund edhe kjo të shtrohet në Bruksel, mirë po që do të kemi shumë të lashe, sepse ata e lypin vijen elektorale, ku ekzistojnë serbet, ta bin kufinin dhe prandaj kjo është diçka që duhet kundërshtuar fuqishëm nga qytetarët, por edhe nga qeveria e Kosovës. Frikë nëse kjo çështje shtrohet në Bruksel ka edhe profesori i gjeografisë dhe deputeti i LDK-s Shpejtim Bulliqi, sipas të cilit Kosova mund të humbas edhe në këtë çështje, sikurse ka humbur në të gjitha marrëveshjet që janë nënshkruar deri më tani në dialogun e Brukselit. Po që se pala jonë përgatitet dhe përmes udhëzuesve që punë cila duhet kryet, nëse do të mbështetet materialet bazike, faktografike, nuk mund të jetë problematike edhe nëse negocimi bëhet në Bruksel. Mirë po nga përvojat cilat i kemi deri sot me Brukselin, do me thonë Kosova për fat keq në çdo marrëveshje të dertanishme që është bë në Bruksel në një farë forme është gjendë në grupin e humbësve. Dhe kam frikën që në rast se diçka e tillë do të ndodhë në Bruksel, mund ndodhë që edhe me çështjen e demarkimit kufirit me Serbinë do të na ndodhë diçka e tillë. Dhe ju e dini shumë mirë që pala e Brukselit kur është në pyetje Serbia sa dorëshlirë është për më shumë me plotësue apetitet dhe më shumë në një farë formë me zbut çështjen e Serbisë në raport me Kosovën. Problemi numër 1 është çështja e dokumentacionit kadastral. Ju e dini shumë mirë që dokumentacioni kadastral i ynë ndodhet i tërë në Serbi. Dhe ne kemi vetëm kopje të atyre dokumentacioneve kadastrale që mendoj për Kosovën do të jetë një handicap jashtëzakonisht i madh ky aspekt. E dyta, për fat keq, katastrat tonë nga geoportalet zyrtare dhe të tonit Kosovës dhe Serbisë në disa segmente të kësaj vije kufitare hasen një sër probleme shëndryshme, të cilat në njërën anë katastrat tona tregohet që janë territorit Kosovës, ndërsa në katastrat serbe tregohet që janë pjesë e territorit Serbisë. Dhe problemi tjetër që është aktual edhe së dhe kësaj dite dhe të cilin me vështërsi shumë të mëdha janë ka e anashkalojnë banorët e fshatrat Kamenicës, Karacheva, ju e dini, është linjë kufitare cilën faktikisht Serbia ka rritë në një farë forme ta mashtrojë dhe KFOR-in, duke i ofru harta në marrëveshjen e Kumanovës, e cila faktikisht ka krijuar një problem praktik në terren, ku me çrast nga analizat që ne kemi bë, diku rreth 170 parcela të qytetarëve të Kosovës faktikisht na mbeten jashtë territorit të Kosovës në atë pjesë. Profesori i së drejtës ndërkombëtare Vigan Çorrolli thotë se për dyja vendet është problem ndarja e kufirit, më që Serbia nuk e njeh ende Kosovën, prandaj sipas tij do të ketë nevojë për ndërmjetësim në këtë proces. Këtë fazë të zhvillimeve politike pa një marrëveshje ndërkombëtare, cila si do
do që quhet, qoftë traktat paqe ose marrëveshje ndërkombëtare për normalizimin përfundimtar të marrëdhënieve midis dy vendeve, atëherë nuk është realiste të pritet që do të ketë një shënim të kufirit midis Kosovës dhe Serbisë, sepse metodologjia e përcaktimit të kufirit do të bëhet mbi premisa të vetëm shtetësisë së saj, domethënë të Kosovës, përderisa Serbia nuk e njeh dhe në këtë fazë do. Tashi, sigurisht do të ketë nevojë për një ndërmjetësim të Brukselit zyrtar në fazën kur Kosova dhe Serbia do ta nënshkruajnë prapë mendimin e Brukselit një marrëveshje ndërkombëtare për paqen dhe pastaj të lejohet shënimi i kufirit vetëm në momentin kur Serbia edhe de jure do të duhet ta njefte Republikën e Kosovës. Por sipas tij, diskutimi për këtë çështje me ndërmjetësues do të jetë e vështirë sepse çdo negociat ka koncesionet e veta. Në tryezën e negociatave në diplomaci dhe përgjithësisht në marrëdhënie ndërkombëtare njihen teoritë e dy fituesve dhe në këtë rast të dy palët duhet të jenë fituese. Koncesionimi i palëve është i domosdoshëm në diplomaci sepse tashmë ne po e shohim rezultatin e koncesionimeve nga të dyja palët, nuk mund të ta fajsojmë as Beogradin as Prishtinën, sepse në momentin kur ti nënshkruani marrëveshje si shtet, si subjekt i drejtës ndërkombëtare, ti me patjetër e ke obligim sipas gjitha konventave me apliku ato. Deputeti i LDK-s Sadri Ferrati thotë se nëse palët do të kenë pajtueshmëri, atëherë nuk ka nevojë të diskutohet në Bruksel, por se nëse nuk ka, atëherë patjetër duhet të ketë një ndërmjetësues. Në rast se kalohet nëpër një proces pajtueshmërie, atëherë nuk ka nevojë ajo të jetë temë dialogut, por se do të punojnë ekipet profesionale, edhe aspekti teknik i demarkimit do të shkojë, por nëse ka kontese, normalisht do ta kërkoj intermediatorin, atë facilitatorin, pra subjektin që do ta ndihmoj. Pra në mes të Kosovës së Serbisë do të futet pra Bashkimi Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës për me lehtësu dialogun nëse ka papajtueshmëri. Megjithatë, ajo ditë do të vijë, po unë mendoj që tani është herët që ne të mund të me saktësi parashikojmë se do të pajtohet Serbia dhe si do shkojë si proces. E rëndësishme është ajo që pra në fund të dialogut do të diskutohet për demarkimin e kufirit, po edhe për pranimin e Kosovës nga ana e Serbisë.